Elementi div përdoret si kontejner për element të tjerë HTML. Elementi div është si parazgjedhje një element blok, që do të thotë se merr të gjithë gjerësinë e disponueshme dhe vjen me ndërprerje rreshtash para dhe pas. Elementi div nuk ka atribute të kërkuara, por stili, klasa dhe ID janë të zakonshme. Elementi div përdoret shpesh për të grupuar pjesët e një faqeje interneti së bashku. Nëse kemi një element div që nuk është 100 i gjerë dhe duam ta pozicionojmë në qendër, vendosim vetin margjin në auto. Mund të kemi shumë kontejner div në të njëjtën faqe.
Kur ndërtoni faqe interneti, shpesh dëshironi të keni 2 ose më shumë element div anë për anë, si në vijim. Ekzistojnë metoda të ndryshme për rreshtimin e elementeve anë për anë, të gjitha përfshin disa stilime CSS. Do të shqyrtojmë metodat më të zakonshme këtu. Vetja Float fillimisht nuk ishte menduar për të rreshtuar elementet div anë për anë, por është përdorur për këtë qëllim për shumë vite. Vetja Float përdoret për pozicionimin dhe formatimin e përmbajtjes dhe lejon që elementet të pozicionohen horizontalisht në vend të vertikalisht. Nëse e ndryshoni vetinë e shfaqjes së elementit div nga blok në inline block, elementet div nuk do të shtojnë më një ndërprerje rreshti para dhe pas, dhe do të shfaqen anë për anë në vend që të shfaqen njëri mbi tjetrin. Moduli i skemës Flexbox u prezantua për ta bërë më të lehtë dizajnimin e strukturës fleksibile të paraqitjes që i përshtatet nevojave pa përdorur funksionin float ose pozicionimin. Për ta bërë metodën Flex të funksionojë, rrethoni elementet div me një element tjetër div dhe jepini atij statusin si një kontejner fleksibël. Moduli i skemës Grid ofron një sistem paraqitjeje të bazuar në rrjet me rreshta dhe shtylla, duke e bërë më të lehtë dizajnimin e faqeve të internetit pa pasur nevojë të përdorni shenja lundruese dhe pozicionimi. Tingëllon pothuajse njësoj si Flex, por ka aftësinë të përcaktojë më shumë se një rresht dhe të pozicionojë secilin rresht individualisht. Metoda Grid kërkon që ju të rrethoni elementet div me një element tjetër div dhe t'i jepni statusin si një përmbajtës rrjete dhe duhet të specifikoni gjerësinë e secilës shtyllë.